Dhjetra fshatra të cilat përfshihen në qarkun e Vlorës vuajnë prej vitesh një sër problematikash, të cilat lidhen me rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Energji elektrike e cila ndërpritet sa herë që ka rreshtë shiu dhe erë të fortë, apo edhe dhjetra defekte, të cilat ndodhin në shumë zona, duke i lënë ato në terë të plot dhe errësirë totale. Problematikat, të cilat dëmtojnë aktivitetin jetësor të banorëve të zonës, por mbi të gjitha kanë efekte negative tek dhjetra biznese. Probleme me rrjetin e energjisë elektrike, i cili lë pa energji biznese edhe në sezonin turistik, duke bërë që dëmi ekonomik i tyre të jetë vërtet i madh. Të mjafton të shohë sot gjendjen që është rrjeti i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike në këto fshatra. Për të kuptuar zanafillën e këtij problemi, kablo elektrik të varur thuajse për tokë, që t'i japin imazhin se pak nga pak do të këputen, shtyllat të tensionit të ulët, të mesëm, por edhe të lartë në gjendje të degraduar për vite me radhë, ku disa prej tyre që nuk i rezistojnë kohës dhe amortizimit rrëzohen për tokë, por edhe kabina elektrike apo në stacione energjetik të lënë prej vitesh pa asnjë investim në mëshirën e fatit. Rrjeti amortizuar dhe me investime minimale ndër vite është një ndër faktorët që sot penalizon dhjetra zona të qarkut të Vlorës. Problematika me energjinë elektrike, ndërprerjet e erëpashershme, si rrjedhje defekteve apo shkëputjeve të energjisë, kur ka shi, ndodhin shpesh në njësinë administrative Orikum, por edhe në fshatra që përfshihen në njësitë e tjera administrative të qytetit. Nën efektin e shumë defekteve janë sot edhe fshatrat që përfshihen në bashkinë Selenic apo edhe ato të Lumit të Vlorës, por edhe disa të tjera në bashkinë Imar, si Lukova, Qeparo, Bosh, Piqeras, Shën Vasil. Problematikat me dritat nuk kanë të ndalur as në fshatrat e Sarandës, megjithse ky fenomen është në një nivel më të reduktuar. Nuk përjashtohen gjithashtu as ndërprerjet e energjisë elektrike në dhjetra fshatra të Finiqit, Delvinës dhe Konispolit.